cilat janë pritshmëritë e zhvillimit të bujqësisë, po sidomos të eksporteve bujqësore për këtë vit, duke parë një situatë fillim kaq të mbar, populli thotë kohë e mirë duket që në mëngjes, po në gjykimin tuaj. Eksportet do vijojnë të kenë një trend rritje, për arsye sepse tashmë është konsoliduar procesi për cilin e folëm, institucionet tona dhe veçanërisht qendrat e grumbullimit tashmë kanë kontrata që ne nuk i kemi pasur përpara, dhe kontrata është një element i rëndësishëm për vijimsinë e procesit dhe unë mendoj që eksportet tashmë do të pësojnë rritje edhe për arsyet që ne përmendëm në fillim të bisedës tonë. Për sa i përket elementeve të tjerë, ne do të përballemi me disa probleme të cilat i kemi pasur në vijimsi, por ritmi i zgjidhjes së këtyre problemeve do të jetë shumë herë më i shpejt dhe ne duhet përballemi me këtë fenomen sepse është procesi i integrimit siç përmenda dhe procesi i integrimit kërkon që ne të shtojmë forcat, të shtojmë përpjekjet, të rrisim mbështetjen për këtë sektor dhe veçanërisht për blegtorin që ka nevojë për një mbështetje të fuqishme dhe ne shumë shpejt do të rikthehemi një analize të blegtorisë në mënyrë që të nxisim të gjithë aktorët që edhe blegtoria të zërë vendin e duhur për potencialet që ka.